I nderuar kryetar, të nderuar deputet, të nderuar qytetar, sot para nesh ndodhet një ligj që nuk flet vetëm për administratën, nuk flet vetëm për procedurat e punësimit dhe avansimit, por flet për një nga parimet themelore mbi të cilat është ndërtuar bashkëjetesa dhe stabiliteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Po flasim për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Po flasim për një obligim që buron drejt për drejt nga marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe nga kushtetuta e shtetit tonë. Për më shumë se 2 dekada është folur për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, janë mbajtur konferenca për shtyp, janë dhënë premtime, janë shkëmbyer akuza politike. Por sot, për herë të parë para këtij kuvendi kemi një zgjidhje ligjore dhe që e vendos këtë parim kushtetues mbi baza të qarta juridike. Dhe kjo është arsyeja pse ky ligj ka rëndësi historike. Sepse pas 24 vitesh nga marrëveshja e Ohrit ne po e shndrojmë një obligim politik në garanci juridike. Të nderuar, një nga risitë më të rëndësishme të këtij ligji është se për herë të parë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat rregullohet me ligj. Deri më sot kemi pasur mekanizma të ndryshëm administrativ, kemi pasur të ashtu quajturin balancues, por të gjithë e dim se një parim i kushtetues nuk mund t'i bëhet bypass me një aplikacion të softverit. Një e drejtë kushtetuese duhet të mbrohet me ligj, prandaj ky ligj paraqet kalimin nga improvizimi në zgjidhje sistemore, nga zgjidhjet e përkohshme në siguri juridike. Nga interpretimet politike në rregullat të qarta ligjore, ky ligj krijon një kornizë precize dhe të qartë juridike për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Ai siguron transparencë më të madhe, llogaridhënie më të madhe dhe konzistencë më të madhe në proceset e punësimit dhe avansimit. Po ashtu vendos një balans të domosdoshme ndërmjet përfaqësimit dhe meritokracisë. Dua të theksoj këtë veçanërisht sepse ka zëra nga ata që përpiqen të paraqesin këtë si ligj antipod të meritokracisë. Kjo nuk qëndron, ky ligj nuk është kundër profesionalizmit, ky ligj nuk është kundër kompetencës. Përkundrazi, ky ligj synon që përfaqësimi i drejtë dhe meritokracia të ecin së bashku, sepse institucionet më të forta janë ato që janë njëkohësisht profesionale dhe përfaqësuese. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është fakti se ligji është harmonizuar me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kjo do të thotë se nuk kemi të bëjmë me një zgjidhje të improvizuar apo partijake, kemi të bëjmë me një zgjidhje që është në përputhje me standardet evropiane dhe me parimet e shtetit juridik. Prandaj sot askush nuk mund të thotë se ky ligj është larg Evropës. Përkundrazi, ky ligj është pikërisht dëshmi se obligimet që dalin nga marrëveshja e Ohrit mund të realizohen duke respektuar standardet më të larta evropiane. Të nderuar deputet, ligji sjell qartësi edhe në aspektin e bazës mbi të cilën zbatohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Ai mbështetet në regjistrimin e fundit zyrtar të popullsisë dhe eliminon paqartësitë juridike që në të kaluarën kanë prodhuar debate dhe kontestime të shumta. Po ashtu, ky ligj nuk flet vetëm për punësimin, ai flet edhe për avansimin, sepse barazia nuk nënkupton vetëm mundësinë për të hyrë në institucion. Barazia nënkupton edhe mundësinë për të përparuar brenda tij. Një risi tjetër me rëndësi është të veçantë është se ligji zbatohet në të gjitha institucionet publike dhe në të gjitha nivelet. Kjo do të thotë se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nuk mbetet vetëm deklaratë politike, ai shndrohet në obligim institucional, pikërisht për këtë arsye ligji parasheh dhe trupin koordinues për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Një mekanizëm që do të monitorojë, do të vlerësojë dhe do të mbikëqyrë zbatimin e këtij ligji, sepse ligjet nuk vlerësohen nga ajo që shkruhen në letër, ligjet vlerësohen nga ajo që prodhojnë në praktikë. Dhe ky ligj krijon mekanizma që garantojnë zbatimin e tij, madje për herë të parë parashikohet edhe përgjegjësi politike për drejtuesit e institucioneve që nuk respektojnë obligimet ligjore. Kjo tregon seriozitetin me të cilin qeveria i qaset këtij procesi. Të nderuar kolegë, ky ligj nuk është kundër askujt, nuk merr të drejtat e askujt, nuk krijon privilegje, ky ligj krijon besim. Sepse shteti është më i fortë kur secili qytetar ndjen veten pjesë të këtij, kur secila bashkësi e sheh veten në institucionet publike. Kur secili i ri beson se mund të ndërtojë karrierën e tij në vendin e vet dhe në institucionet e veta. Prandaj sot dua t'ju drejtohem të gjithë deputetëve pa dallim etnie dhe pa dallim përkatësie politike.
Ky nuk është një ligj i një partie, ky nuk është një ligj i një koalicioni, ky është ligj i shtetit. Por kam edhe një thirrje të veçantë për deputetët shqiptar, mund të kemi dallime politike, mund të kemi dallime partijake dhe betejë elektorale, por sot kemi para vetes një ligj që prek drejt për drejt një prej arritjeve më të rëndësishme politike të shqiptarëve në këtë shtet. Marrëveshja e Ohrit nuk është pronë e Vlenit, as e BDI-s, as një partie tjetër, ajo është arritje e qytetarëve dhe obligim i të gjithëve ne. Prandaj sot nuk duhet të pyesim se kush e propozon ligjin. Duhet të pyesim nëse ky ligj e realizon një obligim që e kemi pasur për më shumë se 2 dekada. Përgjigja ime është se po, andaj edhe kërkoj për krajën tuaj që ta mbështesni këtë propozim ligj. Sepse historia nuk do të mbajë mend kush mbajti fjalimin më gjatë, historia nuk do të mbajë mend kush bëri konferencë më të zhumshme, historia do të mbajë mend kush e ngriti dorën për të bërë realitet përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Ju faleminderit.